Përshëndetje të gjithëve, o njerëzit më të lirë dhe krenar të kësaj Republikës tonë vogël, por dhe të pak të madh. Në emër të Lëvizjes Bashkë ju falenderojmë përgjithësisht për pjesëmarrjen tuaj në këtë takim të madh elektoral dhe mbylljes drejt zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Bravo Gjorgji! Për një muaj me radhë si maratonomar, aktivistë dhe antarë, simpatizantë dhe qytetarë kanë qenë në çdo rrugë, në çdo lagje, në çdo treg, në çdo qytet, qytet, fshat të Republikës së Shqipërisë për të dhënë lajmin e madh, lajmin e mirë se e reja fundim në gurmanat dhe përpinçat e politikës 35 vjeçare në Shqipëri. Në këto një muaj ne ju kemi shkuar bashkëqytetarëve tanë ballë për ballë, drejt për drejt, si njeriu, si qytetari, si bashkëvuajtësi, pa ata që kanë qenë mjeshtrat e politikës vjetër në mes, pa matrapazët, pa të forët e fisëve, pa milionerët, pa kriminalët, pa oportunistët e partive të vjetra, sepse ne besojmë se politika është thelbësisht një aktivitet i drejtës, një aktivitet i smirës, një aktivitet i zbukurës, një aktivitet i stres e cila po lind nga dita në ditë në zemrat, në rrugët dhe në mendjet e secilit qytetar të Republikës së Shqipërisë, i cili nga kujton politikën 35 vjeçare të zhvatit edhe të shkatërimit. Unë dua të them diçka shumë të shkurtër edhe shumë thjeshtë. Në këto një muaj ne Lëvizja Bashkë kemi dalë në rrugë edhe kemi folë me gjithë pa paragjykime, pa diskriminime, sepse besojmë se thellë në zemrat e bashkëqytetarëve tanë ekziston nevoja për ndryshim. Sot në Shqipëri është një varg i vjetër biblik, nuk përkërkojnë ndryshim vetëm njerëzit, përkërkojnë ndryshim edhe drurët, edhe gurët, edhe zogjt. Kushdo që jeton në këtë hapësirën tonë që quhet Republika e Shqipërisë ka nevojë për ndryshim, i ndryshim të madh, i ndryshim të vërtetë. Ne jemi një forcë politike e cila nuk beson tek sponsorizimet, nuk beson tek blerja e sondazheve, nuk beson tek pazaret e vjetra poshtë dhe mbi tavolinë, por ne besojmë se njerëzit e thjeshtë, njerëzit e ndershëm, njerëzit e punës dhe të sakrificave në Shqipëri duhet të marrin në dorë pushtetin dhe duhet bëjnë ligje dhe duhet bëjnë ndryshime që na konvenojnë gjithëve për të ndërtuar një ardhmë më të mirë, më të drejtë edhe më të jetueshme për të gjithë. Unë dua të falenderoj këtu pikë pari gjithë juve që keni marrë pjesë dhe pikë dyti gjithë aktivistët e Lëvizjes Bashkë, cilët realisht kanë qenë shumë. Grupi, po e nisi nga grupi i Kurthit për bashkëpunë me grupin e tjerë, me grupin e Dorës, me grupin e Beratit, me grupin e Lezhës, Shkodrës e për të mbaruar me qendrën e Tiranës, me 10 aktivistë që kanë qenë çdo ditë derë në derë, që rrugë në rrugë, duke folur me qytetarë edhe duke thonë edhe një herë se e reja po lind, e reja po lind, e reja po lind.